Majid. Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, përshëndetjet, selamet qofshin mbi vulin e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala: "Yawman la yanfa'u malun wala banun." Atë ditë nuk të ban dobi asgjë nga kjo botë, pozit, pasuri. Fëmi vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, qëllimi i hutbes nuk është vetëm të ndëgjojmë të vërteta që tashmë i njohim. Mirë po, qëllimi i hutbes është edhe të marrim udhëzime se si ti kuptojmë ato gjëra të cilët ndodhin rreth nesh. Të nderuar vëllezër, në ditën e mërkurë, pra para 2 ditëve, ndodhi eklipsi, nxania e diellit. Kur njeriu, të nderuar vëllezër, këto fenomene i shikon larg udhëzimeve hynore, vjen me çuditëra. Allahu subhanahu wa taala, të nderuar vëllezër, eklipsin apo nxjerrjen e hanës apo të diellit dhe kështu me radhë i bani për një qëllim të caktuar. Mirë po njerëzit e lanë këtë qëllim pse Allahu subhanahu wa taala i dërgoi këto shenja dhe morën qëllime tjera. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të nderuar vëllezër, kur ndodhte eklipsi, me një heran fillon të namazin nga frika se vallë mos është dënim. Për atë Allahu subhanahu wa taala çka thot për eklipsin dhe për diellin dhe hënën dhe kështu me radhë? Thot nëse Allahu subhanahu wa taala e don që ta baj lejlen sërmede, don që ta baj errësirë, men ilahun ghayrullahi ya'tikum bidhiya. Cili është ai Zot tjetër përveç Allahut që ju sjell dritën? Pra nëse Allahu subhanahu wa taala vendos që këtë eklips, këtë nxirje që e ban diellit, mos tjetë parcial apo momental, minuta apo orë, por tjetë i përhershëm, bëhet çdo heran natë, errësirë. Cili është ai Zot përveç Allahut që mund ta sjell dritën? Pra të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala dërgon shenja që njerëzit të reflektojnë dhe të mendojnë, ndërsa njerëzit i lajnë këto dhe e bajnë avanturë turistike, sa që thuan deri 400.000 bileta janë shit në atë vend që të shkojnë njerëzit dhe të shikojnë eklipsin apo nxanjen e diellit. Pra Allahu subhanahu wa taala dërgon një mesazh komplet tjetër që njerëzit të kthehen tek Allahu, njerëzit të reflektojnë, njerëzit të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, njerëzit të afrohen me Allahun subhanahu wa taala, sepse kjo mund të jetë dënim, njerëz i lajnë të gjithë këto dhe marrin dhe i shndrojnë në avantura turistike. Po ashtu të nderuar vëllezër, siç thash, hutbja nuk ka vetëm që të flasim për gjërat e vërteta më vetë që i dim, mirë po edhe gjërat që nuk janë të zakonshme, që Allahu subhanahu wa taala lejoi të ndodhin në mesin tonë, se si ne duhet të sillemi dhe si duhet të reagojmë. Pa ata këtë hutbë të flas vetëm për eklipsin, mirë po dje qytetin ton apo një pjesë të qytetit ton e kaploi edhe zjarri. Pra të nderuar vëllezër, të mërkurën nxarja e diellit, shenjë prej shenjave të Allahut. Dje një pjesë e qytetit u kaplu nga flaka. Pra për çdo ditë, të nderuar vëllezër, shenja dhe shenja të ndryshme, jo të zakonshme, që me lejen e Allahut subhanahu wa taala Allahu i lejoi që të ndodhin gjëra të pazakonshme, mirë po shtrohet pyetja si reagon njeriu. Pra, si reagom unë dhe ti. Kur flet shkenca, të nderuar vëllezër, për zjarrin, për flakën dhe kështu me radhë, i jep arsyet dhe shkaqet pse vjen deri tek një zjarr. Dhe jep ato teoritë e veta. Dhe tregon që një prej arsyeve të shumë fishimeve të zjarrave në kohën e fundit, 10 vite apo 20 vitet e fundit, sepse thuhet që çdo vend sot të botës, sidomos në
pyje dhe kështu me radh kemi zjarre. Dhe statistika tregojnë se zjarret janë shumë më shumë se sa para 10 viteve. 1 herë apo 2 herë apo më shumë. Hapësira dhe intensiteti i zjarrit dhe kështu me radh. Dhe shkencëtarët apo njerëzit e mjedisit dhe kështu me radh mundohen të japin arsyet e zjarreve. Dhe thojnë shkak i ngrohjes globale. Pastaj ngrohja globale, të nderuar vëllezër, i ka ato faktorët e vet, qoftë faktori njeri, qoftë vulkanet, shpeshtimi i vulkaneve dhe kështu me radh. Pra, disa faktorë çojnë në ngrohje globale, ngrohja globale shkakton thatësirat, pastaj këto thatësirat, të nderuar vëllezër, tek dronjtë dhe pyjet dhe kështu me radh, i shkakton zjarr në pyje dhe kështu me radh. Pra, të nderuar vëllezër, kështu e shef shkenca. Dhe kjo teori nuk ka asgjë në të kundërtën se si e tregon Islami. Sepse Allahu subhanahu wa taala, të nderuar vëllezër, kur don me realizu dëshirën e tij në tokë, e realizon përmes disa mënyrave. Mënyra e parë është përmes shkakut. Pra Allahu subhanahu wa taala çon disa shkaqe, qoftë vulkane, qoftë faktori njeri, pastaj faktori njeri dhe kështu me radh, dhe i realizon qëllimet e tija, apo qoftë përmes pa shkak. Inna amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahu subhanahu wa taala për disa gjëra nuk çon shkak hiç. Veç thot bëhu dhe bëhet. Të nderuar vëllezër, pra siç tham, arsyet e zjarrmeve, pra qenë ka domethënë ngrohja globale, kështu është shef shkenca, pastaj dhe i tregon arsyet e veta. Mirë, po të nderuar vëllezër, ne duhet të ndalemi pak se si i trajton Allahu subhanahu wa taala çështjen e zjarrme kur flet në Kur'an për zjarret dhe si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i trajtonte zjarret. Çka thot Allahu kur flet për zjarrin në Kur'an, thot: "E fara'aytumun nara allati turun." A e shihni ju, thot, zjarrin që e ndizni. "E antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un?" Thot, këtë deg, a ju a keni ba, thot, apo na, thot, e kemi kriju. Arsye kryesor, të nderuar vëllezër, për dhezjen e një zjarri është dega. Allahu subhanahu wa taala ka kriju degën, pyet, pastaj në ta gjun rufet, pastaj e ka kriju erën, të cilën e shpërndan zjarrin në për vende të ndryshme. "E antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un?" Thot, nahnu, thot, ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqinin. Ne, thot, këtë zjarr, thot, e kemi ba, thot, për kujtim dhe dobi për njerëzit. Dobit e zjarrit, të nderuar vëllezër, gjithë i dim. Ngrohja, përgatitja e ushqimit, prodhimtaria dhe kështu me radh, Allah thot ka dobi zjarri. Mirë, po para se thot dobit e zjarrit, thot ne, thot këtë zjarr, thot e kemi ba tadhkiratan, për kujtim. Atëherën, të nderuar vëllezër, çdo kush prej nesh ndalet me vetveten e vet. Kur i shef këto zjarr, pra këtë zjarr dhe kështu me radh, a përkujton, a lëviz diçka në brendësinë e tij në raport me Allahun subhanahu wa taala, apo thjesht kalon nga ky zjarr dhe nuk e lën shenjë. Tadhkira, për kujtim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të nderuar vëllezër, kaloi pranë një zjarrit në kohën e tij dhe u drejtu shokëve të vet dhe i tha: "Narukum hadhihi allati tuqat." Ky zjarr, thot, që ju, thot, e keni dhez, thot, është një prej 70 pjesëve të zjarmit të xhehenemit. Pra, 1/69 të nderuar vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zjarmi i xhehenemit është më i rënd edhe për 69 herë se sa është zjarri i kësaj bote. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo veç kur shihte zjarr të ndezur, mirë, po edhe kur u nxehte koha dhe i kalonte ato temperaturat që ishte e njohur në Medine, çka tha: "Ebridu bis sala wa akhiru sala." Shtyni pak namazin e misditës, sepse kjo nxehtësi dhe kjo vap, thot, është min fejha i xhehenem, thot, është prej valës përvluse të xhehenemit. Atëherën shtyni pak. Dhe thot, xhehenemi, thot, thot, xhehenemi, zjarri ankohet tek Allahu, ekeli ba'd, thot, një pjesë e jemja e ka hangër pjesën tjetër, thot. M'jep leje të çlirohem. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
për këtë hadith, çka thot? Thot që nëse ju kujtohet, thot, kur ndel, thot, ajo nxehti i madh në verë, thot, kjo është çlirim që e ban xhehenemi kur e lëshon atë vapën e vet, dhe kur thot në dimër është ai ftohti i madh, thot e lëshon xhehenemi ftohtësinë e vet. Pra, dy herë të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala i jep leje xhehenemit të shfryj dhe ta nxjerrë në dimër dhe në verë. Në verë, thot pejgamberi, kur ta shihni atë vapën më të madhe, dini, thot, se kjo është, thot, shfryrje e asaj përvlusës nga xhehenemi, dhe kur është ftofti më i madh, zemherir është ajo ftofti apo afshi, thot, i xhehenemit. Pra të nderuar vëllezër, siç thash, shkenca e tregon shkakun sepse ndodhen zjarri. Mirë po besimtari të nderuar vëllezër, nuk duhet të ndalë vetëm me shkaqet që shkojnë tek një zjarr. Sepse kjo e vërtetoj apo nuk e vërtetoj shkenca, kjo nuk del nga dëshira dhe vullneti Allahut subhanahu wa taala. Mirë po muslimani, besimtari duhet të kaloj përtej asaj se ndodhin zjarret. Çka dhe çfarë mesazhi Allahu subhanahu wa taala dëshiron që t'i çoj robërve të vet me zjarre. Thot tadhkiratan, është për kujtim. Atëherë çdo kush prej nesh ta pyet veten, të nderuar vëllezër, se sa këto lajnë shenjë në jetën tonë të përditshme. Në jetën tonë karshi Allahut subhanahu wa taala, në jetën tonë duke kry obligimet dhe në jetën tonë duke u largu nga mëkatet. Dikush mund të pyesë, të nderuar vëllezër, janë shtu zjarrat, është fakt. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Është përhap fesadi, është përhap e keqja, fil barri wal bahr, në tokë dhe në det, bima kasabat aydin nas, si rezultat i veprave të njerëzve. Liudhiqahum ba'd ma amilu. Dhe Allahu subhanahu wa taala çon që kësi mesazhe, zjarra, erëra, termete dhe kështu me radh, liudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarjiun. Që pak thot, ba'd alladhi, që ta shijojnë pak atë çka janë duke vepru. Për çka? Veç ta shijojnë atë çka janë duke vepru, jo, la'allahum yarjiun. Mos do Allahu të kthehen. Mos do Allahu subhanahu wa taala të reflektojnë njerëz dhe të kthehen tek Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala kur e përshkruan jetën e kësaj bote dhe e përshkruan gjendjen, mendoj që jemi ne duke jetu këto momente, duke lexuar disa ajete, thash vallë, ky ajet aftu se ka zbrit për këto ditë. Çka thot Allahu subhanahu wa taala? Thot, innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Me të vërtet, thot, jeta kësaj bote i shëmbëllon, thot, shiut që ne, thot, e lëshojmë nga qielli. Fakhtalat bihi nabatul ard. E me të, thot, përzihet toka dhe ne, thot, bëm bim. Pra, mimma ya'kulun nas, dhe me të cilët, thot, ushqehen njerëzit. Zbret, pra, Allahu subhanahu wa taala zbret shiun, shiu përzihet me tokë, dalin bimet, nga këto bim, pemë, perime dhe kështu me radhë, hajnë njerëzit. Hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha, thot, me të cilat ushqehen njerëzit dhe kafshët. E kur toka, thot, vishet dhe zbukurohet. Dhe kur banorët e saj mendojnë se janë zotërues të saj. Pra, e kanë arrit një farë kulmit, një farë komoditetit, një farë luksit, një farë komfort zone. Thot Allahu subhanahu wa taala, ataha amruna lejlen au naharan. Jo vjen, thot, urdhri ynë natën ose ditën, dhe ne e bëm atë si të ishte korrur, thuaj se nuk kishte të lulzuar të djeshmen. Kështu ne o shpjegojmë shpalljet tone njerëzve që mendojnë. Pra të nderuar vëllezër, ky ajet na tregon, thot Allahu subhanahu wa taala, njeriu kur mendon se sa më shumë që futet në rahati, në komoditet, në luks dhe kështu me radhë, fillon dhe e harron Allahun subhanahu wa taala. Allahu në këtë ajet na tregon jeta kësaj bote është kështu. Njeriu mendon se ka arrit diçka dhe kështu me radhë, atëherë thot efa amina ahlul qura
mos të mendojnë thot banorët e qyteteve se nuk do t'i kaploj dënimi jon wa hum yal'abun. Dhe ato thot janë duke thot u argëtu. Të nderuar vëllezër, në petkun e argëtimit është duke u bë mëkat dhe është duke u hidhru Allahu subhanahu wa taala pa kufi. Pra, çdo gjatë të nderuar vëllezër është duke u bë, është duke, pra njeriu të nderuar vëllezër është duke kalu çdo kufi, duke menduar se është duke argëtu. Alkohol, drog, prostitucion, pa drejtësi, çdo gjatë të nderuar vëllezër jemi duke jetuar këtë kohë. Allahu thot, këto kategori të njerëzve, vallë mos mendojnë se ato thot, e fe emine ehlul kura, mos mendojnë këto njerëz thot, se ne thot nuk e zbresim dënimin, wa hum yal'abun, ndërsa ato thot janë duke u argëtu. Pra të nderuar vëllezër, në momente që njeriu nuk e pret, atëherën zbritën dënimi Allahut subhanahu wa taala, Allahu na ruaj. Momentin që zbret dënimi Allahut të nderuar vëllezër, njeriu e shpreh atë dobësinë e vet. Dhe nuk duhesh me qenë ndoshta besimtar, edhe jo besimtarit të nderuar vëllezër, kur ballafaqohet me flak, me termet, me dënime të ndryshme, kërkan një fuqi mbi natyrore që të zbres shi apo të lshojnë ujë dhe kështu me radhë që ta ndal këtë flak, ta ndal këtë termet, ta ndal dhe ta ndal. Mirë po Allahu subhanahu wa taala thotë se momentin që Allahu subhanahu wa taala e zbret dënimin e tij, dënimi i tij të nderuar vëllezër nuk ka kthim mrapa. E lutim Allahun subhanahu wa taala që ky zjarr që e ka kaplu qytetin ton të ndalet me kaq. E lutim Allahun subhanahu wa taala ato njerëz që janë dëmtuar, Allahu subhanahu wa taala t'ia kompenzoj. Mirë po të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala çon mesazhe, jo thjesht vetëm që njeriu ta dënoj. Mirë po nga një herë çon mesazhe që njerëzit të kthehen. Një mesazh, dy mesazhe, tre mesazhe. Nëse je në një pozitë dhe i dërgon njeriu një mesazh, nuk reflekton. I dërgon edhe një mesazh, nuk reflekton. I dërgon edhe një mesazh, nuk reflekton të nderuar vëllezër. Njeri si njeri që nuk asgjë ndoshta nuk e merit ndaj atij personit, merr masa. Mos ta lejom veten dhe mos ta keq kupton mëshirën dhe butësinë e Allahut që ka me njerëzimin, që ta keq përdorim të nderuar vëllezër dhe mos të reflektojmë dhe mos kthehemi vetëm momentin ku s'ka kthim prapa, atëherë është vonë. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa